kohë kërkoj, sepse kjo është diçka dhe personale për vetë familjen time. Për atë që pash, shohun nga kryetari i grupit parlamentar të partisë tënde. Flet për Kosovën, sikur ai e ka çliruar Kosovën. E vetmja gjë që ka çliruar ai, ka çliruar theset e votave të DHL-s, të cilat i paketoi dhe i solli siç i deshi. Unë jam krenar mbi të gjitha që jam dhëndër i Kosovës. Djali dhe vajza ime janë bi dhe bia të Kosovës. Por në të njëjtën kohë dhe preardhjen familjare e kam nga themelues të lëvizjes së ballit kombëtar, të cilën kinostudioja juaj e bëri qesharake, por t'u ja garantoj që në Kosovë dhe Maqedoni janë herojnë më të mëdhenj të trevave. Kur Midat Frashëri, Ali Këlqyra, Abaz Ermenji luftonin për bashkimin e trevave, ky paraardhësi juaj është dhe si Peaky Blinder këtu me kapelen mes, ishte i deleguar nga Dušan Mungosha dhe Miladin Popovici të shkatronte marrëveshjen e Mukjes. Kjo është origjina juaj, kur flasim që në gjenes. Kur bashortja ime 7 vjeç përziheshe nga çetnikët dhe paramilitarët serb, ky person i jepte çelësin Goran Bregovicit që inspironte çetnikët serb për të vrarë dhe prerë shqiptarë dhe gjithë ato masakra që përmendi Sali Berisha. Ja, ky zotria. Dhe kur përmendet marrëveshje me Rusin, a çfarë do lloj pallavre që mund të thotë, shikoni sa i qeshur është ky zotria me Lavrovin në krah. Kështu që për Kosovë dhe për bashkim kombëtar, të jeni të sigurt që jeni pasardhës të asaj partije që e ka copëzuar dhe jo genocid nuk do njohë dhe rezolut, dhe e çoni në fund si diçka të rendit më të parëndësishëm, por do punoj për ditë për ta bërë Shqipërinë sa më të vogël. Dhe a ka mundësi asnjë gek mos tjetë më në trojet e toskëve që Enver Hoxha donte të bënte. Faleminderit, respektova emocionet tuaja, por